Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka qenë i pranishëm në 70 vjetorin e shugurimit meshtar të kardinalit Ernest Simoni, të zhvilluar në katedralen Santa Maria del Fiore në Itali. Begaj, në fjalën e mbajtur, u shpreh se ky moment nafton për një reflektim mbi një jetë të tërë në shërbim. Drejtuar kardinal Ernest Simonit, Begaj i tha se historia e tij është historia e të gjithë atyre që vuajtën nën persekutimin komunist. Presidenti u shpreh se harmonia fetare u bë e mundur nga disa emra, njëri prej të cilëve kardinali Ernest Simoni. Historia juaj është një dëshmi e gjallë që asnjë regjim nuk mund ta shfarosë besimin dhe dinjitetin njerëzor. Historia juaj na mëson se besimi nuk matet në kohë të qeta, por në kohë sprove, dhe se dinjiteti i njeriu nuk varet nga rrethanat, por nga qëndrimi që ai mban përballë tyre. Kjo harmoni ndërfetare është një përgjegjësi e përditshme dhe një pasuri që duhet ta ruajmë, ta kultivojmë dhe ta përcjellim me krenari te brezat që vijnë. Por kjo liri nuk erdhi vetë. Ajo ka emra, ka histori, ka sakrifica. Dhe një nga këta emra është padyshim kardinal Simoni. Vendimi për ta ngritur në dinjitetin e kardinalit ishte një akt i thellë mirënjohje dhe vlerësimi, jo vetëm për një njeri, por për një histori. Për një histori dëshmi e gjallë, qëndrese, shprehse besimi dhe dinjiteti njerëzor. Në fund të fjalës së tij, presidenti Begaj falenderoi Selinë e Shenjtë dhe Papan Leo XIV për bekimin dhe mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve.